pse Kurani në Mekë nuk e ndon besimin prej vlerave. Janë 3 arsye që po du me i rumullaksu. E para, se Allahu i madhnushëm nuk ka dasht me ndërtu një besim shkputun për realitetit. Do me thonë, unë du, kur ti më thu mu besimtar, kur më thu unë punoj me një besimtar, jam martu me një besimtar ose besimtare, besimin tanë unë du me po konkret në teren, jo në teori, jo më në filozofuti, unë du me po në teren, sumë ashtran, sumë ran, je durimtar, je korrekt. Allahu ka dasht besimin mos me shkput për realitetit. Besimin ka dasht me bo konkret. Do më thonë, kur ti thu punoj me një besimtar, besimi ti mu po në teren. Pra ndaj në Mekë nuk e ndonë besimin për i vlerave. Që është arsyeja e parë. Arsyeja e dytë është kështu. Shumë njerëz, mos me thonë shumica e njerëzve, nuk afrohen te feja vetëm nëpërmjet argumente filozofike dhe shkencore. Shumica e njerëzve ofrohen te feja nëpërmjet logjikës humane, kur ai shen një akt human te ti, një sjellje humane, jo veç interpretim filozofik. Është logjika e humanizmit, është logjika e akteve dhe sjelljeve njerëzore në teren, edhe e funit është Allahu i madhnushëm nëpërmjet besimit dhe vlerave ka dashur me ndërtu një individ të moralshëm i cili participon në një shoqëni të mëshirshme ose në një kolektiv të mëshirshëm. Prandaj ish dasht që një shoqëni ku ton janë besimtar, sjellja ish dasht me kon më korrekte, edhe jo e kundërta. Ish dasht që ti me pas qef me blepe i besimtarit, me jashit besimtarit. Pse? Sepse besimi ti dhe më anës i sjellë dhe vlerat. Prandaj, cilat tema i trajton Kurani në Mekë 13 vjet, dijeni, 2 tema trajtohen në Mekë 13 vjet. Besimi, bindja në Zotin dhe vlerat. Respekti, ndërgjegjja, nderi, besnikria, falja, mëshira, vlerat njerëzore.